Përshëndetje gjithëve, nderuar kryeministër, ministre, të nderuar përfaqësues të biznesit, të dashur të rinj, partnerë dhe bashkëpunëtor, mirë se keni ardhur në këtë aktivitet dedikuar të rinjve dhe një ndër programeve më të suksesshme të formimit profesional, siç është programi i kodimit. Dhe ku më mirë në fakt se organizimi i këtij aktiviteti në ambientet e piramidës, pikërisht këtu në qendrën Tumo, e cila është kthyer jo vetëm në një simbol të inovacionit në Shqipëri, por është kthyer gjithashtu edhe në një shtëpi të dytë dhe një qendër socializimi për të rinjt. Por qeveria sigurisht që nuk kujdeset vetëm për ndërtimin e shtëpisë, apo vënien e çatisë, apo blerjen e mobiljeve në mënyrë që kjo qendër të funksionojë, por sigurisht që investon edhe në banorët e kësaj shtëpie që janë të rinj, që është pikërisht kapitali njerëzor dhe formimi i të rinjve të cilët të përdorin dhe të vënë përdorim pikërisht këtë teknologji kaq të avancuar dhe këtë investim kaq të madh që është bërë jo vetëm në këtë qendër, por edhe në shumë ambiente të cilat kanë shumë pikëprerje me të rinjt tanë. Programi i kodimit është një ndër programet më të mëdha të kurseve të trajnimit në fushën e teknologjisë dhe atë të kodimit specifikisht. Është një program i cili subvencionohet nga buxheti i shtetit, të gjithë të rinjt të cilët kanë kryer një kurs të tillë janë subvencionuar kostoja e kursit që ata kanë ndjekur në masën 50%, ndërkohë që kemi ofruar dhe financim 100% për të gjithë ata të rinj dhe në fakt jo vetëm të rinj të cilët janë të regjistruar si punkërkues pa punë dhe cilët nuk kanë asnjë lloj mundësi tjetër për të integruar në tregun e punës, pikërisht që të marrin njohuritë dhe aftësitë e duhura në mënyrë që ata të integrohen sa më shpejt në tregun e punës dhe ta kenë sa më të lehtë tranzicionin nga bankat e shkollës në ambientin e punës. Gjithashtu do thosha që ky është një program i cili përfaqëson një ndër modelet më të mira të bashkëpunimit dhe të partneritetit publik-privat, pasi janë përzgjedhur, kuptohet, bizneset më të mira në fushën e teknologjisë për të ofruar këtyre të rinjve kurset e kodimit. Kemi patur në këto vite mbi 7.000 aplikantë të cilët kanë qenë të interesuar të ndjekin kursin, patjetër që ka një proces shumë rigoroz të përzgjedhjes së tyre për të ndjekur kursin dhe në fund të këtij aktiviteti ne do të kemi dhe një ceremoni shumë të shkurtër të shpërndarjes së disa certifikatave për disa prej kursantëve të cilët kanë arritur rezultate të shkëlqyera në këtë kurs. Në një vend ku 95% e shërbimeve publike ofrohen në mënyrë digjitale, pra është një qeveri e cila ofron pjesën më të madhe të shërbimeve të tyre në formë digjitale, është shumë i rëndësishëm tranzicioni nga një qeveri digjitale në një shoqëri digjitale. Dhe pikërisht mbështetja nëpërmjet buxhetit të shtetit, nëpërmjet këtyre kurseve të kodimit për aftësimin e të rinjve dhe për zhvillimin e kapitalit njerëzor në përdorimin e kësaj teknologjie është shumë i rëndësishëm. Pa dashur ta zgjas më shumë, ne kemi përzgjedhur disa të rinj që të ndajnë me ne eksperiencën e tyre. Do doja fillimisht t'ja kaloja fjalën një vajze, ajo quhet Fatbardha Manollari, e cila është ulur aty në rjeshtin e parë, ka ndjekur një kurs ofruar nga Protik. Do doja ta ftoja vetë Fatbardhën që të na flasë më shumë për eksperiencën e saj në lidhje me ndjekjen e kursit dhe përfitimet që ajo ka patur. Përshëndetje të gjithëve. Unë kam përfunduar studimet për gjuhë dhe letërsi italiane, kam një master në mësuesi dhe para 4 vitesh vendosa të ndjek kursin e software testerit pranë SDA-s. Më vonë e kam përforcuar atë me një kurs në Java dhe aktualisht unë punoj si zhvilluese e testeve të automatizuara pra një kompanive në vend siç është Lufthansa Industry Solution. Suksese Fatbardha, shumë faleminderit. Faleminderit. Tani do doja t'ja kaloja fjalën një përfaqësuesi nga biznesi, i cili ka qenë edhe një ndër partnerët tanë në këtë bashkëpunim. Ai përfaqëson Robotek dhe është Gjergji Robo. Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit për ftesën këtu sot, zoti kryeministër, faleminderit. Unë quhem Gjergji Robo, kam mbi 10 vjet që kam patur privilegjin të punoj në fushën e IT-s dhe gjatë këtyre 10 viteve kemi patur mundësinë të punësojmë mbi 1000 të rinj
Alo. Mbi 1.000 të rinj dhe të reja që kanë filluar punë në fushën e teknologjisë të informacionit. Kjo është shifër e rëndësishme, sepse tregon që në momentin që neve të rinjve japim oportunitetet e duara, ato din ta kapin këtë oportunitet. Programi i kodimit është një nga ato mundësitë më të mira që ne kemi aktualisht. Duhet kuptojmë që në këtë moment, në këtë kontekst, ne jetojmë në një botë që po ndryshon dhe është një botë e cila ka bollëqe në akses të informacionit, në akses të njohurive dhe gjithë aspektet e tjera. Kështu që këto janë ato programet që ne si përmarrësit na ndihmojnë për të punësuar më shumë të rinj dhe për të patur cilësi. Ne shohim me 3 të rinjt që kemi marrë së fundmi nga shkolla Holberton, Gerti, Ina dhe Hansi, dhe janë disa të rinj që janë futur në projekte shumë shpejto, nëse krahasojmë me të rinjt që ne kemi patur 10 vite më parë. Prandaj e përgëzoj këtë iniciativë, na ndihmon shumë si ne bizneset, ndihmon dhe të rinjt dhe është një nga ato iniciativat që do na çojë më përpara në fushën e IT-s. Faleminderit shumë Gjergji, në fakt siç e thash, një ndër qëllimet kryesore të këtyre programeve është pikërisht që ne t'ju lehtësojmë tranzicionin gjithë të rinjve nga të shkollës në tregun e punës dhe kurset e formimit profesional janë pikërisht të targetuara në mënyrë të tillë që ata ta kenë sa më të lehtë integrimin në tregun e punës. Dua të vazhdoj me një shembull tjetër, Arbri, i cili është gjithashtu një njerëz që ka përfituar nga kurset e kodimit. Ai ka bërë një kurs në JavaScript full stack, por do ta ftoja vetë Arbrin që të na fliste më shumë për eksperiencën e tij. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, quhem Arbri Berberi. Kam mbaruar studimet për gazetari në Fakultetin Filologjik. Nuk e ndoqa atë karrierë. Provova disa profesione të ndryshme, kryesisht si freelancer në content creator dhe social media management. Mbas një periudhe të gjatë doja diçka më të mirë dhe nëpërmjet rrjeteve sociale pash fushatën e zyrës punës nëpërmjet beta planit, ku dhe ndoqa kursin Learn Full Stack për JavaScript. Mbas një periudhe shumë të shkurtër mbas kursit gjeta një punë si freelance për një kompani nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku vazhdoj punoj akoma dhe sot. Kam më shumë se 1 vit aty. Një falënderim shumë të madh për të gjithë që nga ideatorët deri ke personat e fundit në zbatimin e këtij plani, ka qenë me të vërtetë një ndihmë dhe një nxitje shumë e madhe për të ndjekur një ndryshim profesional dhe një zhvillim personal, paktën në rastin tim personalisht që mund të them. Faleminderit shumë. Tani do doja t'ja jepja fjalën një të riu tjetër, i cili gjithashtu ka përfituar nga kurset e kodimit. Ai quhet Hans Sora. Hans, fjala për ty. Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Hansi, faleminderit gjithëve për pjesëmarrjen sot. Unë kam studiuar për menaxhim agrobiznesit tek Universiteti Bujqësor i Tiranës. Pra nuk e kam nisur që në fillim në fushën e teknologjisë. Më pas u njoftova për Holbertonin, Holberton School Albania, ku studiova bazat e software engineering. Me anë të ndihmës nga AKPA, unë nuk u dëmtova shumë financiarisht gjatë ndjekjes së këtij programi, ishte një ndihmë shumë e madhe për mua. Më pas u referova tek Robotech, siç tha dhe Gjergji më parë. Dhe tani punoj për një nga kompanitë më të mëdha në botë, Siemens. Kështu që, faleminderit. Shumë suksese gjithë të rinjve. Unë fakt do doja t'ja jepja fjalën gjithëve, por jeni shumë dhe pa mundësi për të folur gjithë, ishin përzgjedhur pikërisht këto raste, sepse nëse mund ta vini re kanë dhe një gjë të përbashkët, janë të 3 raste të cilët nuk kanë studiuar fillimisht në fushën e teknologjisë informacionit, pra kishim rastin e parë të Fatbardhës, e cila kishte studiuar gjuhë huaj, pastaj kishim Arbrin, i cili kishte studiuar gazetari, dhe në fund kishim Hansin, i cili kishte studiuar në fakultetin, në Universitetin e Bujqësor, ndjes.
Dhe sigurisht që asnjëri nga këta, kur ka nisur atë fakultet, nuk ka menduar që rrugtimi i tyre do të vazhdonte me një fushë komplet të ndryshme nga ajo për cilin kishin studiuar. Dhe janë pikërisht programe të tilla si programi i kodimit, të cilët synojnë atë që në fakt po ndodh tani në gjithë botën, në anglisht quhet reskilling dhe upskilling, pra riaftësimi ose marrja e aftësive të reja, të cilat jo domosdoshmërisht lidhen me atë rrugtimin e karrierës që të rinj kishin zgjedhur që në fillim, dhe pikërisht arsimi profesional dhe formimi profesional është një ftesë për gjithë ata të rinj të cilët nuk e gjejnë veten në atë degën të cilën kanë zgjedhur, por që duan që vijojnë studiojnë për diçka tjetër. Kurset e formimit profesional ja mundsojnë këtë dhe sigurisht ja mundsojnë ta bëjnë këtë gjë në një kohë të shkurtër, pra nuk është nevoja fare që ata të hyjnë një shkolle të dytë nga fillimi, por me një kurs afat shkurtër dhe me mundësirat e pafundme që ofrohen edhe në termat të financimit ose formave të ndryshme të bashkëfinancimit, mund t'ja dalin që të marrin një profesion të ri, një zanat të ri dhe të punojnë jo vetëm për kompani shqiptare, por siç e sollën edhe 2 raste që kishim këtu, edhe për kompanitë tuaja. Tani do doja t'ja kaloja fjalën ministres tonë për rinin dhe fëmijët, që ka qenë gjithashtu një partner shumë i rëndësishëm në zbatimin e këtij programi, në mënyrë që të na jap dhe ajo gjithë eksperiencën e ministrisë së saj dhe ekipit të saj për mbështetjen e të rinjve me këtë program. Shumë faleminderit Olta, edhe shumë faleminderit gjithëve që keni gjetur mundësinë sot na bashkoheni në këtë aktivitet. Në fakt, kjo salla do duhet të ishte shumë e madhe për të mbajtur të gjithë përfituesit e programit kodimit, sepse jeni në total 2150 përfitues nga ky program, ndërkohë që sot jeni vetëm një pjesë e juaja. Por pjesa që ka qenë një sukses i këtij programi, kur filluam në kryet herës në janar të 2023-shit, kishim pak skepticizëm për a do kishin interes të rinjt ta ndiqnin këtë program, a ishte diçka formimi profesional që mund të shihesh si një opsion për të ardhmen e të rinjve, a do largoheshim nga ajo tradita tipike që na duhesh diploma universitetit patjetër për të vijuar karrierën tonë. Dhe në fakt numrat, por edhe vjushmëria e këtij programi kanë treguar gjatë këtyre 2 viteve që patjetër ka ndryshuar perceptimi, ka ndryshuar mentaliteti se si ne shohim karrierën. Të rinj tashmë kanë kuptuar që nuk është e thënë që gjatë gjithë jetës të kesh vetëm një tipologji karriere, por sigurisht mund ta ndrosh të, sidomos me botën që ndryshon për ditëshmërinë e saj, dhe patjetër që karriera të reja dhe funksione të reja dalin çdo ditë në pah, dhe patjetër që të rinjt e kanë përqafuar këtë trend të kodimit, programimit, të inteligjencës artificiale, dhe ju keni qenë të parët që e keni përqafuar. Dhe në fakt programi i kodimit ka pasur pikërisht të fokus dhe jemi krenar sot që shohim rezultatet e këtij programi, pavarësisht gjithë sfidave, por dhe faktin mbi të gjitha që gjatë kësaj periudhe ne janë bashkuar kaq shumë bashkëpunëtorë të mirë. Në fillim kishim shumë pak akademi kodimi që ishin pjesë e këtij programi, po çdo vit kemi pasur prurje të reja dhe gjithmonë kemi pasur të kurse të reja. Tashmë që flasin kemi 32 kurse që ofrohen të tipologjive nga më të ndryshme, duke filluar që nga programimi bazik, ai JavaScriptit, dhe duke vazhduar deri tek inteligjenca artificiale që bëhet çdo ditë edhe më relevante për botën ku ne jetojmë. E ndërkohë që vija sot, i kërkova shokut tim të mirë, ChatGPT-s, që të ndihmonte në fakt me një fjalim për ditën e sotshme. Dhe ishte shumë interesante, sepse nuk ishte një ChatGPT normal, ishte ai boti ChatGPT-s që unë kam përgatitur që të di të flasi dhe të mendoj siç mendoj unë. I kam vendosur gjithë fjalimet e mia, madje kam shkuar edhe pak më larg, i kam vendosur fjalimet e kryeministrit, kam vendosur gjithë arritjet e programit tonë të kodimit dhe më bëri një fjalim shumë të bukur. Thoshte Shqipëria është e para në programin e kodimit, është nga vendet e vetme që e bën këtë program, më tregonte për rezultatet e programit, por dhe pjesa që ishte më e bukur, kishte futur edhe ca batuta dhe ca anekdota, jo me debugging, jo me pjesën e linjave të kodit edhe vështirësitë që ju kalonin në përditshmëri. Arsyeja pse vendosa ta ndaj, se nuk po ju them sot fjalimin që përgatiti ChatGPT-ja, edhe pse jam e bindur që po ta dëgjoni të thoshit sa mirë pas ka përgatitur edhe bravo i qoftë ChatGPT-s që ka ecur kaq shumë. Por arsyeja pse e them këtë është se pak kohë më parë nuk na merrte mendja që punën e një specialisti që shkruan fjalime apo e një kërkuesi shkencor që bën analizën e rezultateve të një programi apo një
një krahasuesi me shtetet e tjera që analizon se ku është Shqipëria në raport me rajonin, se ku është Shqipëria me botën, do duheshin ja 4-5 këshilltarë që ta bënin këtë punë. Ndërkohë sot që flasim, fal një programi si ChatGPT-a që është krijuar pikërisht nga trinj si puna juaj, që është krijuar pikërisht nga ata që janë programuesit dhe koduesit, sot na e bën më të lehtë jetën. Që do thotë, siç tha dhe Zuckerbergu pak ditë më parë, patjetër që ne na duhet një armat programuesish. Dhe një armat programuesish jo vetëm që të programoj kod, po një armat programuesit që të jetë në krye të skuadrave të inteligjencës artificiale dhe të jetë në krye të programeve të inteligjencës artificiale. Dhe unë mendoj që ju sot nuk merrni vetëm një certifikat, sepse e di që shpesh herë duket sikur është vetëm ajo certifikata. Unë mendoj që gjithë ju që jeni bërë pjesë e këtij programi, keni mësuar një mënyrë ndryshe të menduari. Ju jeni bërë, siç quhen anglisht, problem solvers, ata që zgjidhin problema, ata që ndonse nuk i kanë të gjitha përgjigjet, dinë se si të shkojnë te të gjitha përgjigjet. Dhe pikërisht kjo është suksesi i këtij programi. Është suksesi i programit kodimit, është suksesi i programit kodimit në shkolla që ne bëjmë me fëmijët, është suksesi i Tumos që kemi sipër ku të rinj trajnohen dhe mësojnë çdo ditë që të zgjidhin probleme, sepse në fund ditës ne na duhen të rinj të përgatitur për të zgjidhur sfidat dhe problemet e kohës ku ne jetojmë. Kështu që sot keni marrë me vete një bagazh të madh dijesh që shkon shumë më larg se ajo certifikata e thjeshtë që ndoshta një pjesë e madhe juaja ndoshta do ta varin në sekondë atë certifikatën, po patjetër që dijet dhe njohuritë që keni marrë janë një tregues shumë i mirë që ky program ka qenë i suksesshëm dhe mbi gjitha që ju jeni ato dallëndyshet e para që keni sjell kodimin, programimin dhe inteligjencën artificiale në Shqipërinë tonë të bukur që po ecën gjithmonë më shumë me hapa evropian. Shumë faleminderit dhe shumë suksese të gjithëve. Shumë faleminderit, Bora. Në fakt, ne kemi pakzuar me emrin programi i kodimit, po janë 32 kurse, plot 32 kurse që ofrohen në fushat të ndryshme, jo vetëm në kodim, por në gjithë fushat e teknologjisë së informacionit dhe kjo është prova në fakt prania e kaq shumë aplikantëve dhe përfituesve nga ky program që ka qenë një program shumë i larmishëm. Një ndër ose më sakt ideatori, iniciatori dhe mbështetësi më i madh i programit kodimi sigurisht që ka qenë kryeministri edhe me planin para disa vitesh për le themi formimin e 10.000 koduesve, sigurisht që inteligjenca artificiale bëri një pjesë të punës, por patjetër siç e tha dhe Bora, ne na duhen kodues, na duhen programues në mënyrë që të vijojmë, të zhvillojmë më tej fushën e teknologjisë, fushën e programimit specifikisht. Tani duhet ja kaloj fjalën kryeministrit, zotit Edi Rama. Shumë faleminderit për praninë tuaj edhe faleminderit që me praninë tuaj na ndihmoni sot që ta promovojmë këtë program, sepse është shumë e rëndësishme që sa më shumë vajza dhe djemë të jenë të informuar për ekzistencën e këtij programi dhe për mundësinë e hyrjes në këtë rrugë. Siç tha Bora, ne kemi nisur në fillim nga zeroja dhe pikërisht në fillim problemi kryesor ishte informimi dhe sqarimi i të rinjve mbi të mirat dhe dobinë e një eksperience të tillë. Por nuk u desh shumë kohë për të parë një bum aplikimesh dhe faktikisht kanë qenë mbi 7.000 aplikime në portalin i Albania. Gjë që na ka inkurajuar që të shohim përtej këtij programi dhe të gjejmë se si të shtojmë numrin e rrugëve për të aksesuar teknologjinë, duke krijuar hapasapi një sistem. Piramida është një pjesë e këtij sistemi, po tani më nuk është e vetmja pjesë. Kemi sot në funksion Durana Tech Parkun, që është një tjetër hapësirë ndryshe nga piramida, por
e nevojshme për sistemin dhe që po ashtu po na jep arsye për të qenë të inkurajuar dhe të frymëzuar që të vazhdojmë më tutje. Kemi programin e shtrirjes qendrave Tumo jashtë Tiranës. Qendra Tumo e ka treguar qartësisht tani dobishmërinë e saj për shumë fëmijë. Kemi sistemin e laboratorëve inteligjent në shkolla. Sot janë 340, mos gabojmë, shkolla që kanë laboratorët inteligjent ku fëmijët qysh në klasën e parë fillojnë paralelisht edhe të marrin nocionet e para të teknologjisë edhe të kodimit. Dhe plani është që laboratorët inteligjent të shkojnë në 1000, praktikisht të mbulohen të gjitha shkollat edhe është një plan i financuar tani më. Në ndërkohë është drejt përfundimit një tjetër strukturë fantastike në Vlorë, në qendër të Vlorës, mbase nëse u bie rruga mund të jetë një sy për kuriozitet. Aty ku ka qenë një ngrehinën shumë e vjetër që u tentua në vitet 90 të bëjë një hotel turizëm, pastaj mbeti dhe ne atë e kemi marrë dhe të gjitha të pikë mes të Vlorës po e transformojmë në një infrastrukturë për të krijuar një tjetër hapësirë funksion të këtij sistemi. Dhe po ashtu po përpiqemi që të zgjerohemi edhe në disa qytete tjera paralelisht dhe pa i rënë ndesh ose pa dubluar Tumon. Këtu te piramida për pak ditë, besoj në mesin e majit, kur do të bëhet samiti i komunitetit politik evropian, është planifikuar që së bashku me presidentin e Francës të hapim edhe një tjetër strukturë, është tani më gati, ngjitur këtu, është një strukturë shumë e njohur tani më në botën e teknologjisë, një shkollë tërësisht ndryshe nga shkollat tradicionale, quhet shkolla 42, École 42, ku jepet mundësia të gjithëve, pavarësisht moshës, pavarësisht backgroundit akademik, shkollës që kanë kryer, që të konkurojnë për të hyrë në atë shkollë dhe me një program shumë specifik dhe inovativ, të gjithë këtyre njerëzve që janë të moshave të ndryshme, janë të backgroundeve të ndryshme, ju jepet Chelsea për të hyrë në botën e teknologjisë, edhe faktikisht ka rezultuar një eksperiencë e jashtëzakonshme, pasi i ka dhënë mundësi shumë njerëzve të mbetur në kushte vulnerabiliteti për shkak të papunësisë ose për shkak të humbjes vendit punës ose për shkak të mosgjetjes më vend në një profesion të caktuar, që të ndryshojnë tërësisht profil edhe të adaptohen me botën e re, gjë që në një farë mënyre është edhe rasti juaj, por për rastin tuaj nuk mund të thuhet ndryshojnë plotësisht profil, sepse ju jeni në hapat e parë dhe praktikisht është thjesht një ndryshim në raport me diplomën. Por të imagjinosh që edhe një 40 vjeçar, edhe një 45 vjeçar, edhe një 50 vjeçar të ketë këtë shans edhe të mos shifet si një dinozaur kur i afrohet
sistemit të teknologjisë është fantastike. Të gjitha këto janë si thosh një kantier ku ne po bëjmë çmos që të ndjekim kohën edhe t'ju rrim pranë të rinjve, t'ju rrim pranë vajzave dhe djemve që kanë talent, kanë vullnet, kanë dëshirë. Po ashtu, programi i startupeve ka dhënë rezultate inkurajuese dhe është një program që është i destinuar të zhvillohet më tutje dhe të rritet edhe nga pikpamja e përmbajtjes së vet financiare. Nga ana tjetër dua të ndaj me ju dy fakte të tjera. E para që ne po shohim një prurje të pazakonshme, nëse mund ta quaj kështu, kompanish të huaja që duan të konsiderojnë Shqipërinë si një pikë për të vendosur operacionet e tyre në pikërisht fushën e teknologjisë. Dhe nga ana tjetër, ne jemi shumë të vetëdijshëm që paralelisht me çka bëjmë për të nxitur sipërmarrjen në këtë fushë, kemi një ndek akoma të konsiderueshëm në kërkim zhvillim. Dhe duhet t'japim më shumë së bashku, për të forcuar pikërisht kërkim zhvillimin dhe për të zvogëluar hendekun që ka sot midis universitetit dhe tregut. Dhe faktikisht midis kërkimit shkencor abstrakt, po themi për përdorur një fjalë në funksion të konceptit që shumë energji edhe shumë kohë konsumohet për faktikisht kërkime shkencore që pastaj mbeten në vetvete dhe nuk krijojnë vlerë të shtuar. E dim shumë mirë se si funksionon në vendet që janë pararoj dhe se si universiteti, kompanitë e teknologjisë lartë, startupet, vetë institucionet që janë në mbështetje të tyre, qëndrojnë të qëndërzuar rrotull një perimetri që i lidh ato së bashku dhe faktikisht bëhen zgjatime të kampuseve universitare. Thënë të gjitha këto, ajo që është shumë e qartë është që numrat e individëve të përfshirë në këtë sektor po rriten me shpejtësi. Ka një bindje të përgjithshme të kompanive që fusha jonë është e pasur me talente, edhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe po ashtu, tani më është kapërcyer dhe ajo faza e kostos së ulët dhe nuk është më qasja ndaj Shqipërisë e kompanive si një vend ku mund të bëjmë disa punë ku të marrim të njëjtin produkt, por paguajmë më pak kraun e punës. Pra, forca e lirë e punës, krau i lirë i punës nuk është më një avantazh konkurrues në mënyrën se si e shohin veten kompanitë apo si na shohin kompanitë e huaja. Dhe ky është një zhvillim shumë kuptimplot dhe inkurajues për të ardhur në fund tek pika kyçe e pagave e të ardhurave që krijohen përmes përfshirjes në sipërmarrje ose përmes punësimit në këtë sektor, që janë të ardhura sot shumë
shumë të përafërta me të ardhurat në vendet e tjera të botës dhe të Europës. Unë përpara sa të vija këtu, regjistrova një podcast me një kompani që është në këtë fushë, që më ka bëri përshtypje të jashtëzakonshme, e kam vizituar edhe kurrë nuk do ta kisha pritur që në atë kënd të një bloku shtëpish edhe banesash në Selit do të gjeja një mjedis ku ishte si në për filma, nga do filmat me gjenite e teknologjisë, çdo gjë dukej perfekte dhe përsosmërisht në të njëjtën linjë me një kompani që mund të gjendej në Silicon Valley ose mund të gjendej në një kryeqytet të madh perëndimor. 500 të reja dhe të rinj të punësuar, 2.500 euro paga mesatare, të gjitha marrëdhëniet ndërkombëtare, partneritetet me kompani të mba, Virgin e të tjera, në ndërkohë edhe shërbime për porte në Shtetet e Bashkuara, dhe një komunitet të rinj shqiptar që ju shkëlqejnë sytë edhe që madje një pjesë e tyre të kthyer, një fundit i kthyer pak javë më parë nga Austria për të punuar në këtë kompani. Një realitet i krijuar nga një dhomë, një kuzhinë të Komuna Parisit me 3 veta dhe pastaj i kthyer në një realitet që nuk ka absolutisht asgjë mangut nga realitetet e ekselencës së kësaj fushë, dhe jam i bindur që jo vetëm që nuk është e vetmja kompani dhe nuk është i vetmi rast, po jam i bindur që ka më shumë se sa gishtrinë të duarve sot kompani të tilla në Shqipëri ku hynë edhe jesë, se kemi atë shprehjen e vjetër në jesë jashtë shtetit. Gjë që flet qartë për se sa shumë këto kompani dhe sa shumë këto sipërmarrje dhe këta sipërmarrës në këtë fushë janë projektuar në të ardhmen, edhe se sa shumë na ndihmojnë të gjithëve ne për të parë dhe për të kuptuar se e ardhmja europiane e jona është këtu. Dhe mjafton që ne ta duam, ta kërkojmë dhe të dimë si ta kërkojmë dhe mund ta bëjmë të sotme pa diskutim. Edhe herë shumë faleminderit sepse gjëja kryesore sot për ne është që fal jush edhe me ju si dëshmitar këtu, që ju tregojmë shumë vajzave dhe djemve të tjerë që të mos ngurojnë të përfshihen në programet e kodimit, të mos ngurojnë të aplikojnë. Juve besoj e keni parë që i gjithë procesi ka qenë tërësisht i hapur, transparent, nuk besoj se keni përdorur kushërinj për të hyrë në për kurse, nuk më ha mendje. Dhe në një farë mënyre sot me kohën që po shpenzoni me ne, po ndihmoni edhe bashkëmoshtatar ose vajza dhe djem edhe pak më të rinj se ju që të shikojnë që kjo është një rrugë që është e hapur, është një rrugë që funksionon, edhe në fund mbasi mbaron kurse të tilla, je dikush tjetër nga pikpamja e kapaciteteve të tua dhe nga pikpamja e asaj që ti mund t'i ofrosh tregut të punës.
Shumë faleminderit, shumë suksese. Se më e bukura e kësaj fushës tuaj është që sot mund të jesh një anonim atje në fund që sapo ke mbaruar një kurs, edhe dëgjon një sipërmarrës që është në një maj të ngjitjes tij, dhe nesër sipërmarrësi është po aty, kurse ti je këtu duke treguar se si krijove diçka që nuk është mbretëlënse vetëm për vendin, po mund të jetë mbretëlënse për gjithë botën. Kështu që nuk ka këtu fare rëndësi gjeografia, nuk ka rëndësi statusi, nuk ka rëndësi asgjë. Dhe për më tepër, fakti që shumë vajza dhe djem sot në Shqipëri, edhe individualisht, jo vetëm përfshirë për kompani, po individualisht me një kompjuter, punojnë në të njëjtën kohë për kompani të ndryshme në kontinente të ndryshme, pa lëvizur nga vendi, pa lëvizur nga shtëpia, dhe mbajnë familjen. Ndërkohë që për vete s'kan mbaruar akoma gjimnazin, për shembull, ose universitetin, është një tregus i kësaj bote që po ndryshon me shpejtësi të madhe, dhe ne do bëjmë çmos që të mos e humbim fare nga syt këtë botë që vrapon me shpejtësi maramundse. Shumë faleminderit. Faleminderit kryeministër, besoj edhe për të rinjtë është shumë inkurajuese që ta gjojnë nga në mënyrë drejt për drejt nga vetë politikbërësit mbështetja që ofrohet për ta, për trajnimin, formimin dhe aftësimin e tyre profesional. Në fund të këtij aktiviteti, në mënyrë shumë simbolike, do bëjmë shpërndarjen e certifikatave për 6 të rinj, të cilët kanë përfunduar me sukses kurset e kodimit. I pari është Hans Sora. Suksese Hans. E dyta është Claudia Voka. Enea Milo. Suksese. Ergis Feza. Dhe do të mbyllim me një vajzë tjetër, Ina Nako. Suksese gjithëve.